Fshati I cili është ndalesa e radhës e emisionit Ç'thot fshati të intrigon që në emër, Vajzë. Një fshat që I përket bashkisë së Selerisës në rrethin e Vlorës, e cila të ngjall kurreshje për emërtimin që mban. Shumë prej atyre që kanë dëgjuar për këtë fshat, por edhe ata të cilët e dëgjojnë për herën e parë, pyesin veten rreth kuptimit të emrit. Kuptim që sigurisht e zbulojnë përgjatë vizitës në këtë fshat. Por përse I është vendosur emri Vajzë? Pas luftimeve të përgjakshme kundër pushtuesit, u mblodhen në malin e Beunit dhe vendosën që fshatin ku ne ndodhemi t'ia linin Vajzës, e cila u kamuflua si burr, si djalë dhe mori pjesë në luftimet kundër pushtuesve, duke sakrifikuar edhe veten e saj për t'i dhënë vendit liri. Dhe kështu, fshati për të cilin ajo kishte luftuar, mori më pas edhe emrin Vajzë, që njihet edhe sot, një fshat historik që krahas së vajzës apo edhe luftëtarëve, ka në historinë e saj 28 dëshmor që kanë dhënë jetën për liri. Vajza njihet ndryshe edhe si fshati Ali Aslanit, por gjithashtu edhe si fshati I heroit Perlat Rexhepi. Mbi prejardhjen e emrit të fshatit Vajzë ndër vite, në histori kanë qarkulluar disa gojdhëna. Banorët më të vjetër të fshatit thonë se është frymëzuar nga një pikturë tepër e rëndësishme për pushtuesin, e cila kishte një defekt te pjesa e syrit, e askush nuk po e gjente mënyrën se si ta rregullonte, derisa doli një vajzë nga fshati, duke I vendosur një shigjet të zbukuruar tek syri. E për këtë arsye, pushtuesit Osman I vendosën për nder të saj emrin fshatit. Ndërkohë që një tjetër version mbi prejardhjen ka të bëjë me luftën kundër pushtuesve, ku një vajzë nga fshati mori aq shumë toka prej tyre, duke u zgjeruar shumë, ndërsa kur e kuptuan që ishte higjenisë femërore, e frenuan, duke I lënë në administrim territorin që fshati është sot, duke I thënë se këtë fshat do t'ia lëmë kësaj vajzës. Gjë e cila sipas banorëve vërtetohet edhe me faktin që vajza ka toka deri në kufi me fshatra të tjerë të Selenisës, edhe vetëm në mal jo. Si je një, t'jap dorën. Mirë, si kalon, mirë. Çfarë ka shkuar Ali, ma thoj edhe një. Fshati im, o fshati bukur, fshati im hane. S'pas ka një të dytë në këtë madhëri allane. Shu ka shkuar Ali Aslani. Për shtatën dhe sot të vargje? Urdhë? Për shtatën dhe sot të vargje për vajzën? Pa tjetër. Pse, Qëndroj. Çfarë ka të bukur fshati? Ose çfarë ka të mirë? Ka të bukur se ne jemi fshat pa telashe brenda për brenda, që është një domethënie e madhe. Shkoni shumë mes njëri tjetër. Pa tjetër që. Kjo është shumë domethënëse. Edhe sot njësoj si kohët e mëparshme, domethënë vazhdon ai. Po, vazhdon. Po, vazhdon. Bashkëpunim, vajtje ardhje, dalje në përshpira, Në çdo drejtim, nga doj ta kthesh, jemi fshat që bahemi për fshat me gjithmonë siç ka shkruar Ali Aslani. Pse njihet vajza në histori apo edhe në kohët e mëparshme, përveç këtij fakti që ti më the që jeni bashkë? Përse njihet? Po. Pse çfarë mban mend nga fshati, nga historia e viteve të mëparshme? Shiko, unë historia nuk jam, po ç'a të them tani ato me dy llafe që u thash, besoj se Pse ishte vendosur emri Vajzë, ti ke informacion? shiko, ka shumë gojdhëna që dikush thot që u mor një piktur nga pushtuesit edhe ishte e dëmtuar në sy. Edhe thanë si do ja bëjmë kësaj pikture se e doni të saktë ata. Ajo që e vajzë nga vajza dhe thonë që I çoj një shigjet, ja pikturoj e çoj një shigjet atje ku ishte dëmtuar piktura. Edhe e bëri kjo vajza thanë. Ndërsa tjetra thonë që ishin në luftë burrat edhe dole një vajzë kur u ndan në tokat, si fshati me fshat. Edhe kur e kuptuan, vajti I lartë ajo, zuri shumë toka në fakt, se vajza ka shumë tokë. Edhe I thanë që bolli, thanë se e njojtën aty që vajzë, se I shveshur si djallë ajo. Boll, tha, aja, aty ku ashu ajo vajza, thanë, der atje vajti kufiri me fjalë. Është edhe ajo historia tjetër që ndan territore dhe thanë që këtë tokë do t'ja lëm kësaj vajzës. Edhe kjo ndoshta. Edhe kjo ndoshta. Ka shumë domethënie. Ka shumë dilema me fjalë. Ju kë besoni nga këto versione?
Po qëndroni më tepër? unë më tepër këtu qëndroj te kjo e ndarjes kufive. E ndarjes kufive. Që ajo vesh si djale dhe kur e kuptuan ata, thanë që ka vajzë deri këtu, thanë se fshati nuk ka mal në fakt. Ka arrit deri në Beun, edhe nuk ka mal lartë. Po poshtë ka marrë toka plot deri në kot. Këtejnë me Isoverdin e këtejnë me Velsh. Ndërsa në mal lartë nuk doli dot se e kuptuan, thanë që kjo e vajza. Vajza njihet si fshatja Ali Aslanit, një prej bijve të vajzës, i cili u lind më 28 nëntor të 1884-s. Poeti Ali Aslani i dedikoi vargje fshatit të tij, vargje që kanë mbetur edhe sot. Teksa Aliu nuk mbeti vetëm në rreshta, duke dhënë kontributin e tij jo vetëm në letërsi, por edhe si atetar apo diplomat shqiptar. Më 20 dhjetor të 1918-s, disa vite pas pavarësisë, ai u emërua si kryetari i Bashkisë së Vlorës. Eksperjenca e tij në politikë u zgjerua edhe më tepër, duke ushtrirë edhe jashtë kufive të Shqipërisë, e duke e kthyer emrin e madh të Ali Aslanit në një krenari për vajzën, por edhe për Vlorën e për gjithë Shqipërinë. Por nuk është vetëm Ali Aslani që është kthyer në burim krenarie për vajzën, por edhe Perlat Rexhepi, heroi i popullit, i cili u lind në fshatin Vajzë, e dha kontributin e tij duke sakrifikuar edhe jetën për lirinë e vendit. Sipas banorëve të Vajzës, historia e këtyre dy personazheve është e gdhendur në gërma të arta, por historia e fshatit nuk mbetet me kaq. Vajza numëron 28 dëshmorë që dhanë jetën për liri. Shumë nga banorët e fshatit u vranë dhe torturuan nga pushtuesit, duke e kthyer vajzën në një fshat pararoj në luftën për liri dhe pavarësinë e vendit. Vajza është një fshat i klasit parë, që ka qenë me histori me gjitha. Ku ka qenë me histori? Qenë Ali Aslani, që është një poet i madh, që ka qenë kryetari i parë i Bashkisë së Vlorës, ka qenë prefekti i Janinës, ka qenë me gjitha të mirat ky. Dhe i dyti është Perlat Rexhepi, që është një heroi i popullit tonë. Perlat Rexhepi që la jetën në Shkodër, ishte një gjeometër i mirë dhe la jetën në Shkodër dhe sot është një heroi i popullit. Janë dy personazhe që ju krenoheni, besoj. Shumë mirë, krenohemi. Patjetër që krenohemi me këta. Ama vajza ka dhe bia, po bia të rënë në krye të luftës e për të mbrojtur edhe fshatin, po edhe Shiko, vajza ka 28 dëshmorë të fshatit vajza dhe disa të tjerë janë dhe viktima, që quhen sot dëshmorë quhen dhe ata. I bën më pas, i bën dëshmorë, po vajza ka 28 dëshmorë të fshatit tonë. Pse njihet vajza në luftin e luftës të mbrojtjes për Adeun? Mund të tregosh një episod në histori, fshati vajzë, në mbrojtjen e Adeut, në luftën kundër pushtuesve. Këta vajzët ka qenë, domethënë, luftëtar të pushtimit të nazizmit, të italianit e të tjerë, ka qenë luftëtar. Kemi të parët. Po, patjetër të parët, se edhe sot jemi të parët neve, jo atëra, edhe sot. Po, ka qenë luftëtar. Derisa kemi lënë këta bijt tanë, që janë sot dëshmorë të fshatit Vajzë, do me thënë, janë krenarë për fshatin tonë. Dhe i admirojmë, i duam dhe i kemi dëshmorë të fshatit tonë. Por historia e fshatit Vajzë nuk lidhet vetëm me luftrat, qëndresën për liri dhe pavarësi, por edhe me besimin. Në hyrje të fshatit gjendet Mekami i Vajzës, një vend i mirë që i përket besimit Bektashi. Gjatë udhëtimit në fshatin Vajzë, kemi patur fatin të takojmë një zonjë të nderuar, ku prej vitesh familja e saj e veçanërisht ajo kujdesen për vendin e mirë. Zonja tregon se ishte nuse e re në fshat kur i doli në ëndër se duhej të kujdesej për vendin e mirë të lënë trashëgimi nga vjeri i saj, si dhe paraardhësit e tij. Sot këtë detyrë bën me përkushtim dhe dashuri, pasi tek besimi ka gjetur veten. Duke na treguar disa prej riteve fetare, të cilat na i mëson si t'i kryejmë, tregon se në Mekamin e Vajzës prehen 3 shenjtorët: Baba Hasani, që erdhi nga lufta e Qerbelas,
Dervish Zemani, si dhe Dervish Velikua, familjari i saj. Vendi i mirë sipas saj ka bërë edhe mrekulli, duke shëruar njerëz me probleme të shëndetit pas vizitës në të. E krahas vendit të kultit që përfaqëson, aty bëhet edhe kurban për të gjithë ata që taksin një racion mishi për të varfrit, vendin e mirë apo njerëzit në nevojë. Mekamin zonja na tregon se vizitojnë shumë besimtarë Bektashi nga vajza e jo vetëm. Gjithashtu aty gjejnë veten edhe besimtarë që i përkasin besimeve të ndryshme, ku nuk mungojnë as vizitorët e huaj. Vada të pyes, si është jetesa, si është? Jetesa, si gjitha fshatra, si gjitha... Do të pyes, zonjat e shtëpisë në vajzë, me se merren? Çfarë Po punë? gjëra të përditshme, Për shembull, që të themi ne, gjëra punë të shtëpisë, gjëra të zakonshme. ndoshta jeni angazhuar pak në bujqësi apo blegtori? Mirë, këto i kemi, gjëra të përditshme i kemi. Çfarë keni? Pak blegtori, pak bletari, pak... Ne unë kam këtu, jemi këtu, kemi vendin e mirë, ne këti është e qejesh, me kami. Me kami. Ky që shikon të këtje, Po. atë të kishe filmuar, më Po, mirë se sa. do shkojmë dhe tek me kami, sigurisht po. E po duhet shkojmë bashkë, jo vetë. Do shkojmë bashkë, ha. Do i shpjegosh. Ta shpjegoj unë që ne e kemi të trashëguar. Vendin e mirë apo? Vendin e mirë e kemi të trashëguar. Aty janë 3 shenjtori, qofshin falë, është baba Hasani, ka ardhur nga lufta e Qërbelas. Siç janë gjithë në baba Tomor, në kurort Malit, Kuzum Babaj, qofshin falë janë një deg. Është baba Hasani, është Dervish Zemani dhe Dervish Velikua. Dervish Velikua ka qenë gjyshi i familjes tonë, gjyshi i vjerit tim. Ja Aty ka janë. trashëguar bashkëshorti dhe merreni familjarisht me mirëmbajtjen e këtij vendi? Është, e kemi të trashëguar, është pjesë e familjes tonë. Pjesë e familjes. Me besimtar, me gjithë kush beson, e kupton, kush janë, po që ne kemi i smetojmë, bëjmë I përket besimit Bektashi. Bektashian. Është shumica e banorëve të fshatit Vajzë i përkasin këtij besimi apo ka dhe Po besim? tani janë, po që pjesa më e madhe dhe që Bektashian janë. Vinë e vizitojnë shumë? Po vinë tani, siç qofshin. Në gjithë dhe pa pregatitur. S'ka më. Tani më mëso pak si futesh se unë. Këtu është baba Hasani, Dervish Zemani, Dervish Velikua, të 3 shenjtorët. Dhe është rindërtuar 1996 nga Xhafer Mehmeti, është vjerri im. Kjo pllaka këtu lexon viti 1933. Me kami, vajzë. Është siguri origjinal që ka qenë i të qes pa prishur. E ka bërë Fatimeja. Fatimeja ka qenë vajza e Dervish Velikos, që është aty. I qofshin falë, se jemi, unë kur i zëngoj bëjmë shumë. Bushem, hiqen atletët. Hyet me këmën e djathtë dhe kjo pjesa këtu kaloj. Në është, bismillahi. Ajo ka qenë gurë origjinal i pjesës kur ka qenë e pa prishur nga sistemi në 67, në kupton? Se pastaj i prishi sistemi, kaloi çdo gjë në si të gjitha, kultet, si të gjithë feja. Ta janë të 3. Këtu është i qofshin falë, është baba Hasani. Këtu. Në qoftë se do që ti bësh si rite, ja. Kaq. Dhe lutesh për çdo ta mbaju, apo jo? Edhe këtu. Do të thënë të 3 bën të hitin. Po. Këtu është Dervish Zemani. Këtu për çdo gjë. Ka shumë vizitor? Dhe këtu.
Dervish Veliku. Pushim falë, pushim. Më bën përshtypje diçka. Kanë secili nga një libër, nga një Po, shiko, Orion. këto janë libra të shenjtë, mund të bien edhe besimtarët, e kupton se të gjitha, këto janë të gjithë që shikon është bërë nga neve, në 96-ën. Me ndihmë të besimtarëve kemi marrë dhe kredi, se ishte fillimi, e ke parasysh që nuk mbas prishje sistemit. Ka qenë amanet që të mbaj si Kjo ka qenë, ka ekzistuar kur është prishur feja, pastaj siç u prishën gjitha, është edhe ky është prishur sipas sistemit. Pastaj kur erdhi demokracia që filluan të gjitha vendet të ndërtoheshin, të rindërtoheshin, edhe ne vjerri e të gjithë ne fëmijët e tij, edhe me ndihmën e besimtarëve, arritëm që e bëm prapë. Vinë shumë besimtarë që Vin, po tani vin kush beson, kush çfarë të themi ne. Janë vetëm banorë të vajzës apo Jo, janë ka shumë besimtarë që janë nga rrethet të tjera, kush e dëgjon, kush edhe e shikon. besoj. Tani këtu është hapur, kjo rri gjithmonë kështu, nuk është se ka çelës ose ka diçka, këtu rrin, vjen, ndes kushdo, ikën, lutet, për çdo gjë, për hallet e tyre, për shëndetin, për... Mirë ku Është vend i shenjtë. Apo ka dhe ndoshta një histori të mëparshme. Po shenjtorët e kanë vetë historinë e mëparshme. Se baba Hasani ka ardhur nga lufta e Qorbelas. Edhe tonë në një pjesë të fshatit aty lart. Ndoshta ju jeni të ri dhe u duken gjëra kështu, Jo, po absolutisht. ka rënë gjakard me kokë të prerë nga lufta e Qorbelas. Atje ka rënë pika gjaku dhe thoshin të parët me gojdhëna dhe me të parë, që atje digje i vendi flak. Ka ardhur këtu, pastaj këtu është preur. Dervish Zemani është nga Gumenica, me origjinë. E shpesme mund t'jem 500 vjetë se ullit, bile i ka mbjell Dervish Zemani këtu, këta të vjetrit. Edhe i ka dalë në ëndër, ka ardhur ka shërbyer këtu. E Dervish Veliku ka qenë prap me të dalë nga Zoti, do me të dhuruar nga natyra, jo se janë të shkolluara, po kanë qenë si sot që janë vënë për shkolla fetare. Edhe ka ardhur këtu me gjithë të shoqen e tij, kanë quajtur Merduri. I shoqe Dervish Velikos. Ka ardhur, pastaj kishte 2 djemë dhe një vajzë, gjyshen tonë, me fjalë gjyshen e burrit tim, të banushit. Aty ata kanë ndërruar jetë, është një histori shumë e gjatë, e dhimbshme e atyre. Këtë punë besoj e bën me dashuri shtati David. Unë kam bërë dhe kur janë fejuar, këtu më është dalë, më shfaq në ndër që isha për këtu. Dhe e bëj me gjithë shpirt, me gjithë, me thënë vetëm në darkë që nuk duhet vish se është gjuna, dhe pjesa tjetër e imja është e përkushtuar. Sa është gjuna në darkë? Nuk vihet, në darkë nuk vihet natën. Kështu ka qenë që e hershme, që shpejt. Do të thënë që e trashëguar. Të ma mbyllësh me një mesazh për gjithë besimtarët, me një lutje, Me lutje, Zoti të gjithë, nëse je besimtar, je i dashur i Zotit. Dhe nëse ecën me rrugën e Zotit, e ke jetën bear. Vajza është një fshat kryesisht blegtoreal, ku banorët e fshatit ndër vite janë marrë me mbarshtimin e baktive. Një traditë kjo e cila vjon të jetë ende në fshat, megjithse sot blegtoria gjendet në krizë. Ata të cilët ende merren me bagëti e përshkruajnë si një aktivitet të vështirë. Fshati Vajzë, sipas banorëve, ka bagëtit më të mira, raca të pastra vendi, të cilat kullosin kryesisht në malin e Beunit. Sipas banorëve, të rinjt nuk preferojnë të punojnë blegtori, e për këtë shkak detyrojnë persona të moshë të tretë të merren me këtë angazhim. Mungesa e blegtorëve të rinj e ka dëmtuar gjithnjë më tepër këtë aktivitet, të cilin banorët thonë se po të punosh çdo ditë e me mendje, ja del të nxjerrësh fitime. Fitime këto që sipas vetë banorëve mjaftojnë për familjen, për ta mbajtur atë mirë e për të kursyer. Banorët e Vajzës nga bagtit marrin qumshtin të cilin e shesin në Baxho. Baxhot e fshatit të Vajzës dhe ato të fshatrave pranë
marrin çdo ditë sasi qumshi që mund të nxiren, për shkak se nuk kanë prodhim vet e nuk mjafton për të plotësuar kërkesat e banorëve apo bizneseve të fshatrave për bulmet. Çfarë ka të veçantë fshati juaj vajza? Fshati i Vajzës ka të veçantë se ka ujë, ka tokat edhe bujqësore dhe blegtorale shumë të mirat, Me se merreni? me blegtori. Ju merreni me blegtori. Keni sa krerë? Po kemi ja 200 sa krerë, 300 200 sa krerë. krerë. Po, Besoj kullot edhe në pjesën e Beunit, andaj. po në Beun i kemi, në Beun. Çfarë racash i ke kryesisht? Jo, i kemi të vendit, Të vendit, gjitha. të vendit, të gjitha të vendit. Ke dele apo? Dele. Dele gjithë. Dele. Si është kjo punë sot e blegtorisë? Si mund të na përshkruash? Po është e vështirë sepse nuk vën të rritë. E detyrohesh ti në këtë moshë po. Po, Sa vite ke shmerresh me blegtori? 60. 60. Besoj e ke si profesion të trashëguar apo jo? Pa tjetër. Nga e ke marrë trashëgimi? Nga babai, nga Po nga gjyshi? babaja, nga xhaxhaja, nga gjyshja, nga gjitoni, ose fshatrat me ato janë marrur, me blegtori, me bujqësi. Si është rutina jote e përditshme? Çfarë bën gjatë ditës shumë me këtë profesion blegtorisë? Ja vete atje, mjel dhënd, nis qumshin në baxho, iki vi, pik kafe, vete prap, mbas dite. Ja kjo është, Punë me sakrificë besoj. po pa tjetër me sakrificë, po të punojëm, është me leverdi puna në blegtori. Pa ja vlen. Ja vlen shumë bile. Ti nxjerr qumshin bulmetin, po ke ku e shet? Jo, shesim ka baxho, Ka baxho. ka baxho. Ka baxho. Të mjaftojnë fitimet për familjen për. Po, edhe më mjaftojnë, po si është mjaftojnë. Më the pak më parë, këta të rinj nuk duan. Po s'duan. Pse? Po se duan të rrinë gjadeve, të ashtu me TikTok, me Instagram, me qarjana do. Edhe i harojnë këto profesione. Jo, s'duan profesion fare ata. Pastaj dalin dhe themi që s'ka punë. S'ka punë. Punë ka plot, po njerëzit s'punojnë. Njëri që merret me blegtori, ka mundësi të krijojë të ardhurat? Po si s'ka mundësi, dhe shiko ti, me 200 krerdele mund të marrish 20-25 milion lek në vit. 20-25 milion lek, ja, ma merë mendja se të veç edhe në kurbet t'jesh nuk i fiton dot. Një apel do mi bësh të rinjve për ta përmbyllur. Nuk u bëj se ua ka bërë perli atyre, ua ka hequr trurin. Po mirë, Që kur ka dalur ai telefoni, ti e provoje. shikojnë edhe në koceria në ato edhe ata e quajnë se atje do. Provoje dhe gjë. Pa bëj një mesazh, hajde Nuk u provoj. bëj fare unë atyre, fare, se kanë heq mendjen nga puna ata. Shumë prej banorëve të Vajzës, të cilët jetesën e tyre e kanë krijuar në Vlorë, duke u larguar nga fshati, kthehen në vendin e tyre të lindjes, aty ku kanë tokat bujqësore, të cilat përgjatë sistemit komunist, por edhe më pas, i kanë bjellë kryesisht me ullinj. Ashtu si blegtoria, edhe në bujqësi ata tregojnë se janë angazhuar vetëm mosha e tretë. Të rinjt në këto profesione nuk ka mandaj edhe banorët e Vajzës nuk e trashëgojnë dot tek fëmijët e tyre, duke patur frikë se mbas 1 apo 2 dekadash, kur fuqitë e tyre të shterojnë, tokat do të mbeten djerë, pasi nuk do t'jetë askush në fshat që të kujdeset për to. Por largimi të rinjve nga bujqësia nuk është e vetmja gjë që po e vret këtë sektor. Bujqërit e Vajzës tregojnë se edhe mbështetja minimale nga shteti po e çon bujqësinë drejt falimentimit. Për mbi 3 hektar tokë ku janë kultivuar 450 rënj ullinj, bujqërit e Vajzës tregojnë se kanë marrë 20.000 lekë të rinj ndihmes në vit. Një vlerë kjo qesharake dhe modeste, e cila nuk mbulon dot shpenzimet, as për karburant, e jo më të mendosh për blerjen e fidanëve të rinj, për të punuar tokën, apo koston e plerave kimik. Çmimi i vajit të ullinit nga ana tjetër, sipas fermerëve, është tepër i ulët e nuk e justifikon mundimin. Ndërsa ata thonë që me pagesat që duhet të kryejnë për punojësit, që variojnë nga 3.500 deri në 4.000 lekë të rinj për ditë pune, nuk ja vlen më as të kultivosh ullinjt në momentet që nuk e realizon dot vetë punën e përditshme. Po punove, po i pate krahët të njoma, jetesa është e shkëlqyer. Ti vetë për shumë nëse me. Unë vetë jam 74 vjeç.
kam punuar gjithkohë në SMT, jam marrë me mjete, nashti rri dhe në Vlorë dhe këtu. Në Vlorë nuk rri dot, se jemi mësuar në këtë ambjent. Kam ulli, kam krahë të njohë njëherë që po nuk i pate, të thash parë, po nuk punove, nuk presëm na qielli. Po prite na qielli, rri, duro. Merresh kryesisht me bujqësi apo? Unë merre me bujqësi, kam një 300-400 rënj ulli. Po ata ullit, ca pjellën, ca së shfajim, unë mua bëjus me ti. Çfarë lloj janë? Ka një? Po merë ne, si puna jonë, merë kur u hap atëhere, merë në Itali, merë në... Edhe... Megjithatë, po punove mirë është, shumë mirë është. Po, çfarë prodhon vaj? Në shteti, do ndim në shteti, do. Ti për shumë, merë në ndihmë që preke vetë? Po qarë marëm, unë kam rreth 3 hektare ca tokë, kam 450 të rënj ulli, a i t'jep 200, sa i thonë 20.000 lek, 200.000 lek, 200, t'jep a i 20.000 lek. Në vit? Në vit. 20.000 lek të rej, në vit 200.000 lek në vit? 250. Po ty ashtu nuk të bën asë? Mos më bën rruga që vete të punë, asë rruga. Prandaj asë se ndimon njeri, asë të bën fare njeri. Po njeri u duhet punoj, duhet bëj. Ca gjëra duhet të të ndimoj shteti, ca gjëra duhet na krahët e tu. Po që të them unë, të ankohem unë për shtetin, për shembull, se mua më janë tharë krahët, nuk punoj dot, rrugët i ka bërë, ujnë e ke, të gjitha i ke, puno. Një pyetje, ja vlen bujqësia? Bujqësia, siç punohet, nuk ja vlen fare. Shumë orë, sakrificë, punë? Për mua del aty. Ke parasysh vetëm që ha për vete, u shqehe. Po punove u shqehe mirë, po s'punove pastaj bën se hirë. Ha, u shqesh, por nuk mjafton për skursyër diçka. Po s'mjafton, pensionet të ulta. Ti besoj e bën vajin e ullirit, apo jo? Po e bëj unë vajin e ullirit, e bëj për vete, po mbeti dhe mund të shes. Atë kam betë në janë të shesësh, atë leverdis që të shesësh. Po të shesësh të leverdis, pastaj prapë çmimet shumë të ulta, talën, tregtarët, talën, s'ke një. Nuk ja vlen bara qera. Nuk ja vlen. Një apel për shtetin në Mabës? Apel për shtet. Në kuadër të fshatit, çfarë do të thosh shteti? Të bujqësisë shtetit do të jetë të kthehet në fshati. Ti ketë sytë në fshati, ti ketë njerëzit se janë shumë keq njerëzit, nuk rrojnë dot me, po nuk pate një ndihmë, po nuk pate, unë punoj. Të rinë në bujqësi nuk ka fare? Po s'ka fare. Kush do punoj në bujqësi? Pas 2 apo 3 dekadash, ku do shkoj bujqësia blektoria? Këtu si që ka filluar të ne? Po. Ajo ka mbaruar në shti, ti nuk e punëtor, nuk gjën një punëtor dhe ti japësh. Kur ti mos t'jesh? Ti japësh dëgjo se punëtori nuk të vjen, edhe mire ka, pa 30-20.000 lek në këto të vjetra tjitë e mine, nuk të vjen punëtori. Po qarë do zjerë shti me ato, se unë për shembull kam ulli, do vi ai do jap unë 30.000 lek, ai do mbledh 70 kile, 80 kile. Më mirë lere në vend atje edhe ik. S'jep plehun, s'jep asnjë gjë fare, nuk t'jep naftë, nuk t'jep. E një pyetje të fundit. Pas 2 dekadash, ty do të lënë fuqit. Çfarë do bësh me tokën? Se besoj mbeten shkret, ku s'ka të rinj, s'ka... Jo, ta them troq në ashti edhe ropsh. Unë kam djalin në Itali. Edhe mos u merr fare, thot ai. Ore, po ku do vej kjo punë që kemi bërë? Ja ashtu do mbetet, djerë. Mbështetja nga shteti ka detyruar madje shumë banor të vajzës të mos kenë më shpresë tek e ardhmja, as e bujqësisë dhe as e blegtorisë. Disa prej tyre pavarësisht se kanë hektar të tërë me tokë bujqësore, një pjesë të kësaj toke kanë lënë djerë. Kjo edhe për shkak të pamundësisë ekonomike për të kultivuar aty grur apo misër, që kushtojnë
shumë t'i mbjellësh tokat me to, apo t'i mirëmbash, t'i punosh gjatë muajve. Tokat që kanë në përdorim i kanë mbjellë kryesisht me jonç apo ulli, ku kosua është më e pakët. Por ende nuk janë të kënaqur. Kanë provuar që të kultivojnë bimësi të ndryshme, por janë zhgënjur pasi thonë se si në bujqësi, por edhe në blegtori, një pjesë të prodhimit detyroheshin ta hidhnin poshtë. Fermerët e vajzës një apele kanë të drejtuar shtetit, duke i bërë thirrje të kthejnë syt edhe kafshati i tyre. Pushteti lokal, por edhe ai qendror, sipas tyre duhet të ketë një vëmendje mbi bujqësinë dhe blegtorin për t'i ndihmuar, duke u dhënë zhvillim këtyre dy sektorëve që po falimentojnë, e në këtë mënyrë ndihmojnë edhe fshatin të rritet ekonomikisht të zhvillohet po ashtu. Fshati jonë është blegtoral dhe bujqësor. Kryesisht. Këto dyja nuk i ka mbështetur shteti, ndaj jemi të zhgënjur. Bujqësia dhe blegtoria sot në çfarë gjendje janë? Janë, mos themi zero, po janë afër zeros. Janë drejt faliment. Falimentim. Një njeri që punon për shumë me këto Nuk jeton dot, nuk jeton dot. Nuk jeton dot, jo, është i humbur. Edhe ndaj ikin dhe emigrojnë. Çfarë mbjell kryesisht banë? Çfarë mbjellin kryesisht banë ato vajzë? Po na që mundohen të mbjellin ato më të lehta të jonxha, mbjellin. Kurse këto tjerat nuk i mbjellin dot që janë grure misë se nuk kanë ndim nga shteti. Do shumëtarë, apo? Do shumëtarë. Ju vetë më shumë merrni të pakon? Kam shumë bujqësi, kam blegtori dhe jam i humbur. Çfarë ke mbjell? Çfarë ke? Kam të jonç, kam të 10 hektar tokë, s'kam pat një ndim nga shteti. Asnjëherë. Asnjëherë, kur. Po ku ta shesë? Shke apo e përdor vetëm për bashkë? Ajo është me keqja, se s'ke ku, po e përdove, o të ta mbash vetë, o s'ke ku e jep. Aty mbyllesh gjë. Aty mbyllesh gjë. Dhe gjitha i mund që ti e hedh në fillimisht leka. Është i falimentuar shumë bje. Do me thënë, po, unë sa do dua vetë, unë punoj për të shitur. Sa më ngellet që do ta kem timen ndryshen s'ke ku e jep. Do dohet ishte realiteti ndryshe? Po që s'do ishte. Realiteti duhet ishte ndryshe, të ndihmoj bujqësia, të ndihmoj blegtoria, sa më shumë. Do i bësh një apel shtetit, çfarë i thua? Ky gjati të jetë më real, të ndihmoj bujqësinë dhe blegtorinë, se e pasi si fare. Përgjatë udhëtimit në Vajzë, pavarësisht se pam nga afër gjurmët historike të fshatit, takuam natyrën e bukur, fshatin e qetë dhe me klimë të mirë. Çfarë na ra në sy ishte mungesa e rinis. Duket sikur në Vajzë koha ka ndaluar për rinin. Banorët të cilët jetojnë në fshat thonë se më i riu aty është të paktën 65 vjeç, e praktikisht në moshë pensioni që nuk mundet të largohet dot. Ashtu si edhe në Vlorë, apo edhe në gjithë Shqipërinë, banorët pohojnë se të rinjt janë larguar tashmë nga sytkëmbët në çdo vend të mundshëm të Europës, vetëm mos të qëndrojnë më në fshat. Mos të qëndrojnë më në një vend ku praktikisht nuk të ofron asnjë ekonomi të mirë familjare, pasi aty mungojnë vendet e punës, perspektiva. E të vetmet mundësi punësimi janë në bujqësi dhe blegtori e vetëm kaq. Por duke parë që këto dy sektorë të ekonomisë po shkojnë drejt falimentit dhe një tjetër der po mbyllet, të tjerë të rinj janë larguar vitet e fundit nga fshati drejt Gjermanisë. Perspektiva për të ardhmen e tyre, sipas banorëve, nuk është pozitive, pasi fshati nuk po njeh më zhvillim, e përpasoj banorët mendojnë se të tjerë të rinj, së shpejti e në vijim do të largohen. Si është jetesa në fshat? Jetesa në fshat, Jeta në fshat ka ndaluar. Shko. Jeta në fshat ka ndaluar, se kemi disa orë që jemi këtu, po shojnë në 4 rinj. Po ku i ketë rinj? Po ti po në Vlorë 4 rinja? Ja ish janë a Vlora po vite ashti, unë shikoj, unë ca me najnë këmë, ca me najnë sy, ca me paterica, ca i qinosh, ca lafosen me vete. Qa preti? Ka disa këtu nuk po shofare. Po qa ka mo, qa ka, po ti këtu ka shumë njës, po të vitë fshatin tim ti në Lezhën, ati e Skëter ti ke qenë në Lezhën, te ura ati e mbanë mëndë,
Po të vish të shikosh futën fshat atje, po gjete vetëm qenë që i kanë lënë edhe meqër, që i kanë braktisur, edhe ata kërkojnë zot atje, qenë të ullërin, meqët bëjnë mau, edhe kështu. Po mirë, pse largohen? Po pse largohen, po me qa do ushqen? Me qa do ushqen, më thuaj ti? Po banorët thonë që ka blegtori. Po qa mor blegtori e mor të keqja në Xhaxhi, qa blegtori, ku zhove me blegtori, ata që janë atje? Ata do veme blegtori në malit, po ku ka ata të venë në malit? Në beten ande, ana i frakt ande, ati hajno i bub. Kush është më i riu sot? Kush është më i riu? Çfarë moshe? Ja mosha më e re, jam unë këtu sot 65 vjeç. Po ku janë larguar? Ku janë larguar kanë ikur në sy të këmbët, mos duken vetëm këtu të mos duken. Po çfarë pret ti këtu? Vriten tre fëmijë aty ku ti s'ke garanci fëmijët këtu. Ç'më duhet mua jeta ata, ç'i duhet më jeta aty? Rron jetës më ajo që bëjnë ata tre atje që e merr makina zvarrat edhe s'marr asnjëri përgjegjësi. Një pyetje. Po. Një njeri e zëm, mosha ime. Po. Do të jetojnë në vajzë. Po. Me ç'a mund merr? Me çfarë do jetosh? Po. Ti si jeton do të asperigje këtu dhe nuk do rrish 24 orë këtu do ikësh. Edhe unë do largohem. Po, pa tjetër i do largohesh. Ore ti do largohesh e në Avlora, që jem Vlorë edhe në Avlora do largohesh, për pak vite edhe në Avlora do largohesh, si që është nisu këtu. Ja, këtu është këtër, këtu nuk ka asnjë lloj perspektive. Po, shokët e mi nuk e krijojnë dot jetën fshat, haroje. Po çfarë familje i martuar je ti? Je martuar? Je martuar? Po ti unë nuk e di, ja qofsh ti se mosha jote s'janë martuar asnjë se kanë frikë. Ai ti s'mban dot veten tënde, do bësh fëmijë, ke fëmijë? Po kam dy. Dy mirë të rrojnë, të bëjnë me jetë gjatë. Inshallah të rriten shpejt edhe nisja Gjermanit tutje ande Merkeli. Me çfarë do rroj këtu ajo, me çfarë do rroj me këta që drejtojnë sot? Edhe një pyetje të fundit. Do shkoj kjo situatë. Kjo situatë, keqe më keq, mund gremin do shkoj, ke parasysh ti kur vete në një buzë kështu, edhe një shtymë të vogël do kështu pap edhe me zerk. A mua atje mund vijnë. Mund në buzë jemi. Ai më mbyll me një mesazh për të rinj. Mesazh për të rinj, mua më vjen keq që tu jap këtë mesazh të rinje, po të ikin sa më parë këtu se këtu nuk bëhet dot keq në Xhaxhi. Le ta marr kush të doj, nuk flas as për të majt as për të djathtë, tu s'ka as majt as djathtë. Voton bota jashtë, janë 2 programe. Këtu s'voton njëri për programe. Këtu votojnë për sytë e bukur të njerit, kush ka më shumë batuta. Ka unë apo ke ti apo këtu votojnë vetëm për batuta dhe votojnë vetëm për këtu votojnë vetëm për skëterën, për keqardhjen e tyre është. Por si është jetesa sot e banorëve të fshatit Vajzë, atyre që jetojnë ende në fshat? Janë kryesisht pensionistë, të cilët jetesën e përballojnë me pensionet e hershme të kooperativës, që tregojnë se janë në të njëjtën vlerë. Në vlera sipas tyre minimale që nuk i ndihmojnë as pak të përballojnë jetesën. Banorët tregojnë se pensionet në fshat shkojnë deri në 15.000 lekë të rinj, në maksimumin e tyre të mundshëm, e me këto lek nuk mund të bësh dot asgjë. Me këto të ardhura, sipas banorëve, nuk mund të përballosh dot jetesën, as çmimet e produkteve të shportës, e jo më të mendosh për blerjen e ilaçeve apo për kursime. Pavarësisht se kanë mbi 40 vite punë, ata thonë se vlerat janë qesharake, duke bërë që pensionistët e fshatit t'i kenë syt nga fëmijët e tyre. Ata të cilët të paktën janë në emigrime, u dërgojnë para për të përballuar jetesën. Thirrja e tyre shkon për qeverinë shqiptare, e cila duhet të ndërhyjë për të rritur pensionet, duke e ndihmuar së do pak pensionistët e fshatit të dalin nga kriza ekonomike, ku gjenden të mbërthyer prej vitesh. Me çfarë merr? Unë tani jam pensionist. Jetesa e një pensionisti, edhe në fshat, si është? Shiko, e vështirë është. E vështirë për arsye sepse pensionet janë shumë pakta. Ne kemi një gjë të mirë se mund ta qojmë vajzën në balkon i Vlorës. Se ti kësh nga vajza të vesh në Vlorë, 25 minuta. Dhe me rrugën që është bërë tani, je më mirë do me thënë për këtë punë. Unë, si mund të them që për pensionet flet tërë Shqipëria që janë të pakta, janë. Ju vazhdoni me masero pak, vazhdoni me ato pensionet e hershme të kooperativës? Ato e hershme, ato të kooperativë, se kooperativë kam qenë. Çfarë pune ke bërë? Unë kam punuar në atë sistem, kam punuar magazinjer kooperativ, kam punuar brigadier, kam qenë 3 vjet kryetar pushteti, 12 vjet kryeplak i fshatit, i Vajzës. Dhe ne kemi një krenari këtu se kemi atje Perlat Regjepin, heroj popullit, dhe këtu kemi Ali Aslanin. Dhe i thosha i valleve në lëm të letë që gjanë në atë lëm, i përgjie këngelash që nga vështirë të lëmë. Hani, pini dhe rëmbeni, e shkoj maskareve, të pabrekuzur dreka milioneri,
zuri darka, mbush një arka, mbush një gjepa. Po shkoj maskarejve. Vazhdon akoma. Po vazhdon kjo sistemi kështu është. Sa vjet që ke dalë në pension? Unë kam afërsisht 10 vjet. Po vite pune mbi shtëpinë? Kisha vite pune plot 42. Tani nuk duhet pyes për shifrën e pensionit se di që është qeshara. Çfarë çika. Po ja del dot? Duke pasur në njëri të smurë shtëpi nuk e dal dot. Po megjithatë, jeta kështu që ka ndërtuar, megjithatë juve faleminderit dhe Çfarë bëni? Si e përballoni jetën? Ku i gjeni asardhur ashtu? me vështirësi, e duke na dërguar edhe në gjë. Unë kam fëmijët i kam jashtë, duke dërguar në gjatë, kam gruan vetëm aty në shtëpi, po dhe gruan kam të smurë. Nuk e kam mirë, edhe vojmë. Po nëse do kisha mundësinë të kërkoja diçka shtetit, çfarë do i kërkoj? Ja vetëm rritje pensiones. Rritje pensione, pensionistave, rritje pensione. Sa duhet jetë një pension në fshat që t'ju Dre, më kushtoj? po tjetë, do më thëtë 300.000 të vjetra, mirë ishte. Me dhe pensioni me sa t'ju, më i madh fshat, shkon dhe 15.000 lekë të Po 15.000 lekë, 15.000, ka dhe 10, ka dhe 12, 120.000 lekë. Ka dhe pension pjeshëm, Po, 8.000 lekë. 9.000 lekë. Po çfarë mund bësh me këto lekë? Po qa më të bëtë si gjë, ja do voç. Dashi, po tash i koshti me këto që u bë tani rritja naftës, ti shko ngritën frutat, ngritën perimet, vete pensionisti atje dhe në vend të marrin kilo domate, merr 2-3 kokra. Thot i mbaj ose një 2-3 kokra molle, nuk e sepse ka Ma i vështirësi. pensionisti i qytetit ka pension më të madh se juve. Shik më të madh. Po në qytet, Më të madh, më të madh. më të madh. Pse kjo diferencë? Sepse ne kemi qenë kooperativa të kanë qenë shtet. Edhe ndaj kooperativa me shtetin. Për të përshkruar jetesën në fshatin Vajzë, mjafton të dëgjosh historinë e trisht të jetesës së Rozeta Ametaj, një banore e Vajzës e cila ka probleme të shëndetit, pasi ka lindur pa shikim të plot. Rozeta është nëna e 2 fëmijëve, të cilët së bashku me bashkëshortin po i rritin mes 1.001 halleve. Duke mos mjaftuar probleme të shëndetit, ajo tregon se duhet të përballojë edhe vështirësitë ekonomike. Çdo muaj i duhet të përballojë jetesën me të ardhurat minimale që merr nga kempi, apo ato që mund të fitoj bashkëshorti nga puna e përditshme. Rozeta së bashku me 2 fëmijët e saj, si dhe bashkëshortin, jetojnë në ruajtje të një banese të dhënë nga një bashkëshatar i tyre. Pas konflikteve me kunatin disa vite më parë, ai nxori nga shtëpia duke mbetur në mesin e 4 rrugëve. Shtëpia e saj sot nuk ka kushtet optimale, por ama është një strek ku mund të fus kokën. Ëndra e saj sigurisht është që të ketë një shtëpi, të ketë një stre, por mbi të gjitha, një shtëpi që t'ja lër pas djalit dhe vajzës së saj. E me lot në sy tregon se sa herë që kalon në shtëpinë ku kanë jetuar më parë, detyrohet të gënjej djalin e saj të vogël, duke i thënë se edhe ti e ke një shtëpi, me syt nga qielli, lutet dhe pret që dikush të dëgjoj thirrjet e saj për ta patur një banesë. Për mua si Rozeta Ametaj nga fshati Vajzë të Florës, jam nga Gjormi, martuar Vajzë, pretimi jam cop-cop. Po pse? Jam bashkë bi, jam e verbër. Shini shkruani. Unë tani që po flas me gjithë shpirt. Sa ko keni që e keni humbur shikimin? Unë kam lerë. Është e vështirë të jetosh në një Shumë. fshat pa të ardhur. Shumë, për mua jam motra jote, Një 20 vjeçare çfarë pret më, për i pret Zotit. Kam 2 fëmijë, djalë e vajzë, vajza është në Ju urojnë të keni mirë. Faleminderit me gjithë juve, uroj gjithë mirë dhe juve. Tani Si do ja marr bën? djalin. Si ja bëni? Shi e shkruaj për i bret. Burri ku gjën punë, ka nga ulliri, jam për i bret. Jam shtrehuar në një familje, atje jetoj sot për sot. Si janë kushtet e shtëpisë? Janë të vjetra, se shtëpi botës është e imja. As kam për ta bërë jetën time në një shtëpi, po siguroj që djali im kish një mbështetje, se është i vogël, është 6 vjeç. Vajza është 14 i bën 25 maj. Jam të për i bret Zotit, qatë të flasë për shatin kur unë jam të cop për vete. Janë dhe shumë familje tjera, nuk jeni e vetë, Po. Merrni mbështetje nga shteti, ndoshta në një. Një ndihmë ekonomike, edhe kem 160.000 lekë. Po çfarë bëni me ato? Çfarë bëj? Ja ushqej fëmijët, asgjë tjetër. Nuk kësaj ushqejte. Ti për shumë mund punosh apo
E ke thonë? Unë punoj, po ku ke punë këtu ti? Pa unë vërtet, më ka dhënë gjë në Zoti, po ku ke punë këtu? S'ka. Në shtëpi, mbjellin bache me gazep, se s'jam për të punuar. Thjesht, Po çfarë do doj? Cili është apeli? unë doja të bëja një shtëpi, që të fusja kokën, asë në gjë më tjetër. Do t'ishe lumë, do t'kishe një shtëpi. Shumë, e ndëroj që nëse djalin të ketë një mbështetje, se unë sot janë 40, nesër kush e di, do roja, së roja, do vete 80, po djalin duhet të ketë një mbështetje, si fëmijë, edhe vajza ime, nesër që të ketë derën e hapur, të dere babait. Kujt ja drejton apeli? Kujtë, po ja këtyre që janë të ndihmojnë për shtëpi, shteti kërkoj vetëm shtëpi, asë nuk doja komoditete, nuk doja kushte që tem, o babo dua thjesht një dhomë të fus kokën edhe një banjo. Ke frikë se mund të nxjerrë nesër nga shtëpia dhe vetesh. Po, se më ndorë kunati nga shtëpia. Që jo më tjetër që qarë më ka. Më ndorin se a i këto të hedhe letë skandavli, i ka. Dhe një 12 vjetë, edhe djali sot, mami shkoj të qoj në shkollë, thot mami ngjath kokën të mujtë në rrugë ka, mami pse ikëm në kjo shtëpi, ikëm të qenë mami tash unë që e ki shtëpinë e ti të ndër e ke, se qa ti them djalit, s'kam qa ti them. Vajza është një fshat piktoresk i cili përfshihet në bashkinë e Selenicës, si pjesë përbërëse e njësisë administrative Kot. Fshati Vajzë është ndër më të dëgjuarit e asaj zone ndër dekada e në histori. Vetëm 33 km larg Vlorës, një fshat me potencial të jashtëzakonshëm edhe në turizëm. Një mundësi e mirë për të gjithë ata që janë në kërkim të natyrës së qetë, të virgjër, ushqimit bio, por edhe për të gjithë ata të apasionuar pas relievit malor, ngjitjes në Beun, apo për të takuar nga afër një fshat të zakoneve dhe traditës, për të mos haruar kulturën dhe historinë e shkruar me gjak, ku gjurmët e saj janë edhe sot, në fshatin e dashurisë së zemrës së Ali Aslanit, të herojit Perlat Rexhepi, apo të 28 dëshmorëve, që atë tokë e lanë me gjakun e tyre për të sjellë liri.